Do të vazhdojmë me punu, me ndërtu unitet në dallimet tona nëse ka nevojë. Ne kemi debat mbrëmshëm i cili sot ka fillu, me një organ është mbyll, do të vazhdojmë me organe tjera. Debati i mbrëmshëm i LDK-s në situata pas zgjedhore ka fillu sot. Natyrisht që disa degë dhe kolegë tonë kanë bë veprime pas zgjedhore, që kanë shkaktuar dhe procese, por sot ne në kolegjumin e degëve diskutuam që është analizuam numrat, vlerësimet e para që dalin nga rezultati zgjedhor. Numrat janë ata që LDK-s i kanë dhënë këtë peshë politike. Ne jemi me një grup parlamentar për 18 deputetësh. Paka shumë një situatë pas zgjedhore në cilën ne besojmë shumë që do të arrijë me përmbyll këtë proces pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. Për çështje tjera, deklarata e përbashkët do të shohet nga sekretariati jonë. Do të njoftoni për detajet edhe gjitha angazhimet që sot kishëm. Do të vazhdojmë me punu, me ndërtu unitet në dallimet tona nëse ka nevojë. Angazhimet tona politike kanë interes dhe agjendën Republikën e Kosovës, siç kam potencuar dhe merret, edhe kolegjumi i degëve, edhe kryetari i LDK-s, edhe organet tjera të LDK-s, e ruajmë parimin e ndarjes së drejtë sipas vullnetit qytetar, sipas sublimimit qytetar, që proceset politike me shku drejt një stabiliteti dhe normaliteti politik. Kjo është për neve kryesore. Gjithçka që ka të bëjë me zhvillimet e mbrëmshme të LDK-s, me LDK-n dhe peshën e saj politike, tashmë është definu ky rol, tash është i qartë, i zbardhën, dhe në kuadër të kulturës sonë, mendësisë sonë, vlerave të demokracisë dhe debatit mbrëmshëm, do t'i trajtojmë me kohë. Ne kemi debat mbrëmshëm i cili sot ka fillu, me një organ është mbyll, do të vazhdojmë me organe tjera. Vendimmarrës është lidershipi i LDK-s, grupi i deputetëve bart sovranitet qytetar. Janë 18 deputetë që kanë votë qytetare, e cilët në fond do ta kenë edhe rolin, edhe peshën, edhe fjalën e vet, por ne ndërtojmë konsenzus sa më të gjatë politik dhe kjo është ajo që sot e kemi fillu, do të mbyllet me kohë. Gjithçka që vjen në kuadër të kërkesave që me pa LDK-n ma shumë, me pa ma lartë, me pa ma unike, ma të fuqishme, është qëllimi përbashkët. Dhe këtë qëllim përbashkët kemi me shty përpara, por nuk lejojmë as munalin këtë qëllim. Kjo e qëllimi joni përbashkët. Ne mund të kenë dallime për rrugë, po për qëllim nuk kemi as njoni për neve, as një lloj dallimi. Secili për neve don që LDK-n me rikthy politikisht aty ku e ka vendin dhe aty ku po punohet shumë me shkak